Sesioni i dytë i maturës shtetërore dhe maturës shtetërore profesionale 2026 do të nisë me 24 gusht. Ministria e Arsimit dhe Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit kanë përcaktuar datat dhe kategoritë e kandidatëve që mund të marrin pjesë. Sipas kalendarit, me 24 gusht do të zhvillohet provimi i gjuhës së huaj, me 27 gusht ai i gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa matematika do të jepet më 31 gusht. Sesioni do të mbyllet më 3 shtator me provimin e lëndëve me zgjedhje, ndërsa për maturantët e arsimit profesional në këtë datë do të zhvillohet provimi teorisë profesionale të integruar. Të gjitha provimet do të nisin në orën 10 dhe do të zgjasin 2 orë 30 minuta. Testet do të hartohen dhe vlerësohen nga qendra e shërbimeve arsimore, ndërsa provimet do të zhvillohen në qendra të përqendruara. Në sesionin e dytë marrin pjesë mes të tjerëve maturantët që kanë rezultuar ngelës në një ose më shumë provime të sesionit të parë. Sipas të dhënave, rreth 1300 maturant kanë marrë notën 4 në të paktën një prej provimeve të maturës shtetërore 2026. Numri më i lartë i ngelësve është regjistruar në matematik, ku 645 kandidat kanë marrë notën 4 ose rreth 2.6% e pjesëmarrësve. Në gjuhën e huaj rezultuan 367 mbetës, në gjuhën shqipe dhe letërsi 325, ndërsa në provimin me zgjedhje 247 kandidat. Megjithatë, numri i kandidatëve që mund të marrin pjesë në sesionin e dytë mund të jetë më i lartë se numri i mbetësve të sesionit të parë. Udhëzimi parashikon që në provime të futen edhe maturantët që kanë qenë mbetës në 1 ose 2 lëndë gjatë vitit shkollor 2025-2026 dhe i kanë shlyer ato deri më 7 gusht, si dhe kandidatë të viteve të mëparshme që kanë ende detyrimet maturës. Të drejtën për të marrë pjesë e kanë gjithashtu kandidatët që kanë kryer njohjen dhe njësimin e diplomës së arsimit të mesëm dhe kanë ende provimet maturës për të shlyer.